Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, nëse hani djath çdo ditë, ja çfarë ndodh zemrës tuaj. Djathi është një nga produktet që konsumohet masivisht. Këtë e thot një analizë e 15 studimeve të ndryshme shkencore mbi rolin e djathit kundër sëmundjeve të zemrës. Djathi përmban disa ushqyes të shëndetshëm dhe të rëndësishëm, siç janë kalciumi, zinku dhe njëkohësisht vitamina A dhe B12. Djathi është i pasur me yndyrra të ngopura, ndaj deri më sot besohej se rriste nivelin e kolesterolit dhe rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Por studimi i ri sugjeron se ky produkt luan një rol mbrojtës për shëndetin kardiovaskular. Studimet mbi rolin e djathit në shëndetin e zemrës. Të gjitha studimet e analizuara mbi këtë çështje përfshin të dhënat e plot 200.000 njerëzve. Ushqyerja e tyre u monitorua nga shkencëtarët për më shumë se 10 vjet. Të dhënat treguan se njerëzit të cilët konsumojnë djath rregullisht ishin 18% më pak të rrezikuar nga sëmundjet kardiovaskulare. Ata ishin 14% më pak të rrezikuar nga sëmundjet koronare dhe 10% më pak të rrezikuar nga ishemia. Vlerat e djathit. Djathi është një nga ushqimet më me shumë vlerë dhe është gjithashtu një burim mjaft i mirë proteinash, kalciumi, vitaminash dhe minerale. Krahas shëndetit të zemrës, konsumimi i djathit ndihmon gjithashtu edhe në forcimin e kockave dhe ul rrezikun nga osteoporoza. Efektet e djathit janë njëkohësisht të dobishme edhe për hipertensionin dhe shëndetin e dhëmbëve gjithashtu. Kjo pasi kontribon në mirëmbajtjen e dhëmbëve të fortë dhe të shëndetshëm. Djathi përmban sasi të mëdha të vitaminës dhe kolinës. Në përmbajtjen e tij ka gjithashtu përmbajtje të vitaminës E, vitaminë K, riboflavin, vitaminë B6, folate, vitaminë B12 dhe betain. Këto janë përfitimet më kryesore që shëndeti juaj përfiton nga djathi. Djathi mund të ketë shumë yndyrë dhe njëkohësisht kalori, por në qoftë se ai konsumohet me mas, ai kontribon në shëndetin e trupit tuaj në mënyra nga më të ndryshmet, duke filluar që nga shëndeti juaj mendor dhe deri tek ai fizik. Kjo është arsyeja përse djathi gjendet në tryezën tonë çdo ditë. Përmban vitaminën e mrekullueshme B12. Vitamina B12, e cila përndryshe është mjaft e vështirë për t'u gjetur, na çliron nga lodhja dhe dobësia. Përmirëson gjithashtu qëndrueshmërinë e përgjithshme të trupit, si edhe e bën atë më rezistent ndaj vështirësive. Gjithashtu shoqërohet me një humor të mirë dhe siç e mbështesin edhe studime të ndryshme, lehtëson simptomat e depresionit dhe nga ana tjetër mundet që të qetësoj edhe ankthin. Së fundmi është përgjegjës për prodhimin dhe rinovimin e qelizave të trupit, duke kontribuar në një pamje më rinore. I dobishëm për zemrën. Sipas studimeve të botuara në revistën amerikane Shoqata e zemrës, konsumimi i përditshëm i djathit shoqërohet me një rrezik afërsisht 3% më të ulët për goditje në tru. Për më tepër, konsumimi i përditshëm i djathit dhe sigurisht me moderim shoqërohet me një rrezik më të ulët të sëmundjeve kardiovaskulare dhe si rrjedhoi me jetëgjatësi, pasi rezultatet e studimeve në mbar botën tregojnë se konsumimi i produkteve të qumshtit shoqërohet me një rrezik më të ulët të vdekshmërisë. I mirë për tretjen.
Bakteret në djath janë të dobishme për shëndetjen e trupit. Konsumimi i djathit rregullon mikroflorën dhe përqendrimin e baktereve të mira në zor, të cilat nga ana tjetër përmirësojnë tretjen dhe metabolizmin. Është i pasur njëkohësisht me kalcium. Djathi përmban afërsisht 280 deri në 450 mg kalcium për 100 gram. Siç dihet, një sasi e mjaftueshme e kalciumi rrit ndjeshëm masën kockore dhe kontribon në osteoporozë. Për më tepër, kërkimet shkencore vënë në dukje se kalciumi mund të parandalojë shtimin në peshë, pasi nxit djegjen e yndyrës dhe parandalon akumulimin e saj. Ka shumë proteina. Proteinat kontribojnë në rregullimin dhe aktivizimin e metabolizmit, ndërtimin e masës muskulore në trup, djegjen e djamit, përmirësimin e humorit dhe shërimin e plagëve. Pasi studimet gjithashtu tregojnë se ato nxisin rritjen e indeve të reja. Ndërkohë, nga ana tjetër, të gjithë shqiptarët e konsumojnë shumë, pasi një fet djath e shndërron edhe sallatën apo vaktin më të mërzitshëm në një gosti tepër të shijshme. Djathi dhe në të kaluarën ka qenë një nga produktet e bulmetit më të rekomanduara edhe nga mjekët për shkak të vlerave shëndetësore që ai ka, por ai kishte menduar ndonjëherë se kur është koha më e mirë për të marrë të gjitha këto vlera, duke qenë se është një produkt i cili konsumohet gjerë, nuk është menduar gjatë se në cilin vakt djathi ka potencialin e tij më të madh. Sipas të dhënave, mëngjesi është vakti më i përshtatshëm ku trupi ynë përfiton më shumë nga vlerat e djathit të bardhë. Është i thjeshtë për t'u tretur. Sipas të dhënave, djathi i bardhë është produkt të bulmetit që organizmi ynë e tret më lehtë. Falë strukturës të tij, enzimat e stomakut arrin që ta shpërbëjnë shumë shpejt dhe në të njëjtën kohë lehtësohet edhe përthithja e mineraleve që ai përmban. Një vlerë tjetër është se duke qenë se ka veti anti-inflamatore, ai ndihmon shumë tretjen e të gjithë personave të cilët janë intolerantë ndaj produkteve të bulmetit. Ka përqindjen më të ulët të yndyrës. Djathi i bardhë ka 21 gram yndyrë për çdo 100 gram, duke e quar këtë produkt në shkallën më të lartë të klasifikimit të ushqimeve mirëbërëse. Nëse ky djath konsumohet në mëngjes nga persona të cilët kanë probleme me kolesterolin, ai ndihmon në ruajtjen e një ekuilibri të shëndetshëm të përthithjes së yndyrës edhe gjatë ditës. Ndërkohë, ndodh edhe një burim i pasur i proteinës. Përveç sasive të konsiderueshme të kalciumit, djathi i bardhë përmban njëkohësisht edhe proteina. Të gjithë ekspertët dhe mjekët këshillojnë këdo që mëngjesin ta pasurojnë me sa më shumë proteina. Nga ana tjetër, ato i japin organizmit ton më shumë energji gjatë ditës dhe nga ana tjetër janë mjedzore për shëndetjen e muskujve. Plot me vitamina, djathi i bardhë është i pasur me vitaminat më të rëndësishme siç janë vitamina B6, vitamina A, fosfori dhe njëkohësisht qelizat e reja. Vitamina B12 ka një funksion thelbësor për metabolizmin dhe formimin e këtyre qelizave të reja. Sipas informacioneve, vitamina A, fal antioksidantëve që përmban, lufton të gjitha radikalet e lira. Fosfori i fundit në radhë, por jo nga rëndësia, është një mineral që gjendet në secilën qelizë të organizmit ton. Ai e mbron stomakun dhe ndihmon gjithashtu në ruajtjen e ekuilibrit të aciditetit. Në bashkëveprim me kalciumin, ai gjithashtu rigjeneron dhe ndërton qelizat kockore për rritjen dhe jetëgjatësinë e organizmit. Këto vitamina dhe minerale, nëse konsumohen për gjatë ditës apo në mëngjes, arrin të ruhen në organizëm dhe të kryejnë të gjithë funksionin e tyre. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë
të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.